E në ardhe mësafira, por sot sa i përket emisionit festiv tonë, është këtu zonja Meri. Mirë mëngjes, mirë se na vjen. Mirë mëngjes, përshëndetje. Urime vitin 2015. Urime të gjithëve. Si ishte 2014 për ty? Ose për mua, ju? ose për gjithë, po për mua veçanërisht. Ka qenë një vit i suksesshëm, mund të them, me parashikime të mira. Ka ndodhur sakta? Të sakta. Shumica, ashtu si që është astrologjia 80%, dhe unë mendoj që të 80% që i kam qenë e sakt. Por në disa parashikime kam qenë dhe 100% e sakt. Si për shambull? Nuk do t'ja mendoja dhe vetë. Por jam me ju, me zgjedhjet, me Isa Mustafën, me gjitha këto. Por Isa Mustafën pa të thënë që nuk është menaxher i mira. Po, kam thënë që nuk është menaxher i mirë. E tash na kryeministër, as çfarë fati. Po, kryeministër. Po, kemi thënë që do bëhej një aleancë dhe u bë. Kjo ka qenë pak a shumë në lidhje me Kosovën. Ndoshta kanë bërë dhe parashikimet për botrorin, goxha të suksesshme, finalja e Gjermanisë, që isha aty prezent në kuptimin e dhënies së rezultatit dhe ashtu do. E tash po vini shpesh në Kosovë kohëve të fundit, apo qëndroni më shumë në Kosovë në Shqipëri? Më shumë jam në Shqipëri, por po e ndaj kohën në dy pjesë gradualisht për pjesëtimi i drejtë. Po, a keni ndaj parashikim për Kosovën edhe Shqipërinë në vitet e ardhshme? Kanë gjasa të jenë më mirë. Me heq kufirin ndoshta? Kufirin. Kufirin të paktën ta kemi hequr vetë ne. Unë mendoj që nuk e kemi hequr ne. Akoma kemi atë ndjesin që ju jeni më mirë, ne jemi më mirë. Pra kemi një lloj ambicie të vogël, me sa kam vënë re, dhe një lloj përbuzje, jo, përbuzje nuk mund ta quaj. Është një lloj ambicie, domethënë ndoshta ekziston të gjithë njerëzit, mbas edhe ekziston edhe te kombet vëllezër, e njëjta gjë. E kam vënë re këtë. Por 2015 në fakt është vazhda e disa viteve krizë, jo vetëm në Shqipëri dhe në Kosovë, por në gjithë botën, që në 2010 ka filluar kriza, dhe në astrologët e shpjegojnë me lidhjen Uran-Pluton, që është një lidhje e vështirë dhe do përfundoj brenda 2015. Urani Plutoni po merr kanë me ekonomi. Po merren me ekonomi, me strategji, me luftën për pushtet dhe me ndryshime rinjësore. Do të thonë jo vetëm krizë ekonomike. Jo vetëm krizë ekonomike, po dhe ndryshime rinjësore në mënyrë se si do kalojnë pushtetet ose dominancat e pushteteve. Dhe kjo lidhje përfundon në 2015, kështu që asgjë nuk është e sigurt brenda 2015-s. Ne jemi optimist, po se si do zgjidhet kriza, a do jetë paqësore apo do jetë jo paqësore, këtë planetët e kanë lënë pak në dilemë, ose asgjë nuk është e sigurt. Të thënë Urani, Plutoni? Janë shumë në vështirësi. Është një krizë që ka... Kjo lidhje e këtyre dy planetëve, ata që e njohin mirë astrologjin, ka filluar që në 2010 dhe pikërisht këtu përkon dhe fillimi i krizës në Amerikë. Po, dhe në gjithë botën. Dhe në gjithë botën. Dhe vazhdon kjo krizë dhe do vazhdoj deri në fund të 2015-s. Por, ne astrologët jeni në dilemë si do zgjidhet kjo krizë në mënyrë paqësore, apo mund të kemi dhe thellim të krizës në mënyrë jo paqësore. Jo në planin rajonal, po në planin global. Global. Po dhe ne jemi pjesë e globalit dhe jemi pjesë shumë e rëndësishme e një Evrope që dhe ajo ka kaluar krizë. Çka po na thot Urani edhe Plutoni për Kosovën? Urani dhe Plutoni për Kosovën. Në fakt, Kosova është shenja ujorit. Kemi parasysh që ujorët në 2015 do jenë një nga shenjat më të favorizuara. Dhe kështu që ju keni një lloj favorizimi të madh. Veçanërisht ujorët do jenë shumë të privilegjuar në kushtet politike, në strategji, në ecuri, në plane shumë vjeçare, në stabilitet, në njohje. Kështu që presupozohet që problemet e mëdha të krizës të paktën të mos ju prekin drejt për drejt. Qeveria do të jetë e qëndrueshme? Kjo do shikohet deri në prill. Unë mendoj që do jetë e qëndrueshme, sepse interesat e tyre tashmë janë bashkuar. Dhe kur bashkohen interesat... Është pak si ai bashkimi i Nanës edhe i Berishës para disa viteve në Shqipëri. Po, është bërë te bashkimi pastaj i Salës dhe i Metës, dhe pastaj i Metës, dhe si duket një faktor i ndërmjetën politik, është si puna atyre... Politika shqiptare shumë bingjon telenovellave, a? Me bashkime, ndarje... Po, por është një faktor që duhet të ekzistojë, është një elektron i lirë që bën ato kombinimet si në kimi, që duhet na sjellë pak stabilitet. E keqja më e madhe është që tashmë kemi një stabiliteti. Nuk mund të them që politika në Shqipëri po shkon keq.
Mirë shumë, bashkema, do të kemi bashkem kombëtar dikur shpejt? A e doni ju një gjë të tillë? Nuk e di, a do të kemi, po pyes. Dikush e do, dikush nuk e do. Ujorët nuk kërkojnë bashkim, kërkojnë liri të pavarësit shumë individualist, tamam ashtu karakteri. Individualist në kuptimin që nuk do donin të ishin pjesë e një grupi, do donin, por përsëri liria e tyre nuk do donin të cënojnë. Nuk besoj se e keni në mendimin tuaj bashkimin. Ose nuk e besoj se e shikon. Shqipëria ndoshta mund të flertonte më shumë me këtë ide, por besoj se tashi dhe ata që kanë flertuar nuk e kanë më kaq shumë të ngjizur si mendim. Mirë shumë, do të thonë këto ishin parashikime, do të thonë deri në prill, aty ka prilli, e dim çka do të ndodhë me qeverinë, do të thonë a do të jetë stabile apo jo, a? Mendoj që është një periudhë krize, reflektimi, por nuk them që mund të përmbyset fare situata, them që do rregullohet. Mirë shumë, faleminderit shumë që ishe me ne. Faleminderit dhe juve që më thirrët. Shpresoj që do t'jesh edhe në vitin 2015, në vërtet na i shënojmë këtu. Patjetër. Edhe pastaj i regjistrojmë edhe i kemi, edhe pastaj kthehemi thonë Meri, valla që kjo nuk ka dalë mirë. Ose kjo ka dalë mirë. Bëhet llogaria. Bëhet llogaria. Po mirë, shpresojmë për mirë llogaritë e 2015-s. Unë jam akrebe, akrepët e kanë mirë 2015-ën, kështu që besoj se jemi shumë mirë. Mirë shumë, faleminderit që ishe me ne. Kjo është e mysafira jonë Zonja Meri.